Besoj që nuk ndikon në tek lojtarët, sidomos ajo të cilën e kanë tifozët është diçka tjetër. Unë mendoj se fokusi i lojtarëve është brenda ndeshjes dhe ata janë të vetëdijshëm për këtë gjë. Domethënë nuk duhet të dalin në avantura tjera të mendojnë se ndodh mbrapa, por fokusi mendoj prej momentit që kemi dalë në vendin e dytë, fokusi është në këtë ndeshje, për shkak se kemi ditë se kemi kundërshtar. I tha disa faktorë kryesore, unë mendoj se faktorë tjerë të cilët ndikojnë të ne jemi taktikisht më mirë. Jemi ekipe cila jemi në ngritje sipër. Presioni nganjëherë është te ajo ekipe cila është në favor, domethënë në këtë fakt Slovakia është si vendas dhe është normale të gëzoj epitetin e favoritit, për shkak se nuk diskutohet tifozeria, ambienti, ta jep një lloj përparësie. Ne nuk kemi atje çka të humbemi, me vetë faktin që jemi në këtë nivel të garës, të barazhit, atëherë shohim se cilat ekipe janë, dhe cilat ekipe e luajnë biletën për të marrë atë kualifikimin për kampionatin botëror. Kjo është një arritër shumë e madhe për neve si kombëtare. Domethënë, shumë faktor, shumë ekipe të cilat i kemi lënë mbrapa. Na kanë ndihmuar shumë grupat të cilën i kemi pas. Mos harrojmë se kemi lënë dy ekipe jashtëzakonisht të forta, Sloveninë dhe Suedinë, që në fillim kur është hedh shorti, nuk e ka menduar dikush që ne do të jemi këtu. Dhe për këtë unë mendoj se këta djem nuk kanë çat humbim atje. Ne nuk kemi çat humbimi, përkundrazi ne të gjitha rezultatet të cilat ne do t'i marrim në Slovakinë do të jemi fitimtar dhe do t'i shohim këto. Po jashtë kësaj dëshira tek ne është më e madhe, për shkak se ndoshta Slovakia ka pas gjatë rrugës së silime, mos harrojmë jemi ekipe cila në 2-3 ndeshjet e fundit si musafir kemi bilans jashtëzakonisht mirë, kemi mundur Sloveninë, Suedinë, ndërsa tjetra është se Slovakia si vendas ka bilans të mirë. Mos harrojmë ka një kampion botës, një Gjermani e cila është e frikshme, e cila është kandidat për të marrë kupën e botës. Kështu që janë disa faktorë të cilët duhet marrë, por unë mendoj se kemi një trajner i cili me atë ndeshje me Zvicrën ka fituar shumë dhe gjatë rrugës ka gjetë balansin e ekipës. Tash do të diskutojmë edhe për mungesat, po mendoj se në gjatë rrugës ka përdorur skema të ndryshme, varësisht që mungesat kanë qenë aty, po ky është futbolli, ndonjëherë duhet lëndohet dikush, ndonjëherë duhet mungoj dikush për t'ia për mundësinë dikujt tjetër dhe këto jashtëzakonisht i kanë shfrytzuar ata lojtarë të cilët unë mendoj se e kanë pas